Pas legjendës së vampirit fshihet një figurë reale historike. Vlad Tepes, sundimtar i Vllahis në shekullin 15. Ai jetoi në një kohë lufte të përhershme mes perandorisë osmane dhe Evropës lindore. Për të mbajtur pushtetin dhe për të friksuar armiqt, Vlad përdori dhunë ekstreme dhe publike. Metoda e tij më famkeqe ishte ngulja në hu, ku viktimat vdisnin ngadalë, ndërsa trupat liheshin të ekspozuar si paralajmërim. Emri Dracula rrjedh nga titulli i babait të tij, antar i urdhrit të dragojt, dhe do të thotë biri i dragojt. Tregimet për mizoritë e Vladit u përhapën shpejt në Evropë, duke u shndërruar në pamfletet meri. Shekuj më vonë, këto histori frymëzuan shkrimtarin Bram Stoker, i cili krijoi vampirin e pavdekshëm Dracula. Kështu, një sundimtar real u shndërrua në simbol të errësirës, gjakut dhe frikës së përjetshme. Edhe sot, figura e Drakulës mbetet e paqartë. Hero për disa, përbindësh për të tjerë. 5 fakte të shkurtra dhe tronditëse për Drakulën. 1. Vlad Tepes ishte person real, jo personazh imagjinar. 2. Ngulja në hu ishte metoda e tij kryesore e ndëshkimit. 3. Emri Dracula do të thotë biri i dragojt. 4. Ai sundoi Vllahin në vitet 1448-1476. 5. Bram Stoker nuk e vizitoi kur Transilvanin, por u bazua në histori dhe mite.